Orgjina është nga progonatit e Pelenës. Po, ne jemi fish barinj, stërgjyshim, stërgjyshi, babajm, të gjithë kanë qenë barinj. Edhe duhet të dini që me ato fshatra akoma kemi një miqësi 400 vjeçare, sepse në Bear ata kopet e tyre shihnin, ne në Bear kopet tona i çojnim në malet e Petrovicës në Kuzman Progonat, dhe ata i sjellin në marr në dimër, që është koha më e butë. Domethënë orgjina ju është nga Progonati. Më falni? Orgjina ju është nga Progonati. Po, sigurisht. Ju jeni lab. Unë jam nga Progonati, kur familja ime ishte në Progonat, zoti të foku. Po? Në Progonat kishe ishin të gjithë ortodoks dhe flisin grekisht. Po, tani nuk e... Kjo lidhja me Greqin kush ishte? Progonati atëre, Progonati me sa u kam dëgjuar, kemi pak një ori të gjuhës greke. Progonat në grekisht ka një kuptim, në shqip çfarë do me thënë? Çfarë do me thënë? Nuk e di. Në grekisht progonat do me thënë tokja të parëve. Progoni. Në shqip çfarë do me thënë progonat? Nuk do t'i futem kësaj bizete, unë nuk jam i kompleksuar. Edhe po të isha me orgjinë shqiptare, do ndjeja të njëjtën krenarik e ndjejem të tani. Njeriu ndjet edhe mos dëgjoni prallat që thonë për media që i ka blerë Greku i Mariotët. Në cilën periudhë historisë i Mariotët nga blerë dhe nga shqipër dhe nga kush? Kush janë ata që ka blerë dhe nga shqipër? Se them që Greku ka blerë Mariotët dhe ase kam thënë ase them asnjëherë. Veç ai Mariotëve që ju në përmendje ato i thoni të shirtur dhe që blerë për 300 euro, paguajnë me 1000 euro taksa në Greqi. Jo, shiko, domethënë mos të themi një gjë që këtu s'po e thot dikush. Është e padrejtë, tani kanë filluar dhe po sulmoni dhe migrantë shqiptarë, jo vetëm minoritarët, po edhe shqiptarët, domethënë emigrantët të përkatësisë shqiptare që jetojnë në Greqi dhe kthehen në Shqipëri, e di që të gjithëve në mënyrë përbushe ju flasin Jorgo. Pra, duhet ta shikoj media shqiptare të problemin e antigreqizmit, anti-helenizmit. Tani, se shumë i thërë. Dhe i paskjarë, për mua i paskjarush. Zoti Beleri, ju deri 18 vjeç keni lidhur e jetuar në Himar. Do thënë, si e dini ju historinë dhe e lidhjes me grekët, me Greqinë të asaj që ne i themi minoritet në Shqipëri? Zoti Qafoku, mbani më kur isha në Burg, vdikje gjyshja ime, 99 vjeç. Po? Atë skemin që më quan me pranga për varosur gjyshi. Gjyshja ime nuk dinte shqip. Gjyshi dinte shqip se ka punuar në tregtisht e kamarierë mësoi. Unë personalisht kam mësuar shqip në klasën e parë fillore. 6 vjeç, 7 vjeç. Problemi edhe pse ishte diktaturë, midis nesh, nifeshi. E dini që në Himar, të paktën pas viteve të 10, nga vitet e 10 deri në vitet 90, vinin turist, kishte domethënë klasa më e lartë, doktorat, profesorat në Shqipëri, kryesisht nga Tirana vinin për pushime në Himar. Të gjitha ata njerëz sot kanë bajtur miqësi me shtëpitë që po vjen atë s'kishte hotel, vinin në shtëpitë tona. Kemi miqësi. Duhet të pyesni ata njerëz, dhe ata janë dhe mikë të vërtet të Himarës, se qarë atje që vinin me kë flisin, qa bizetonin, si flisin plakat, si flisin fëmijë në rrugë, si u shilleshin, sa më pritësi. Të nuk e diskutojmë ne se ne në atë kohë kishim dhe një këngë Sagapo të dua, do thënë nga dropulli në veri. Sagapo të dua ishte pas viteve 90, unë them para viteve 90. Jo, ajo ishte në mos gaboj 91, do thënë sa mbaroi ajo. 90-91. Ti e këndoja këngën Sagapo të dua? 91 ishin na provojnë them para se ta pishin kufit. Ishte shumë. Shiko, po ta bëj këtë pyetje kështu është pak shumë me humor. E këndoja atë këngë, të pëlqente ajo kënga e Nertila Kokës dhe David Tukiçit? Sigurisht që më pëlqente dhe duhet të dini që unë shikoja sport shqiptar, muzikë shqiptare
kur jetoja në Imar, jetoja si në Shqipëri. Dhe si çdo shqiptar tjetër. Problemi ishte shqiptar ishte që nuk ishte antena dhe nuk kapte në televizori shqiptar. Domethënë duhet i kërkoni problemet. Se nuk e kapte Tiranën Imar? E dini që në Imar nuk kapte televizor shqiptar, ishin shumë pak vende që i kapte, do të them para viteve të ndjen. Në frynte një herë në Llogara e merrte dhe ta antenë dhe me muaj të tëra nuk kapte televizionin shqiptar, shikojnë vetëm televizionin grek dhe italian. Mirë, si ju trajtoi juve shteti shqiptar gjatë diktaturës? Ju që ishit pakicë kombëtare, do të thënë në Shqipëri, pakicë greke. Mua personalisht familjen time na ka trajtuar si një familje mesatare shqiptare, as të përsekutuar ishim, po as të privilegjuar, si që thash jemi një fis barish. Po unë dua të them statistika, që kam dëgjuar nga ishte përdjekur politik shqiptar, që nga të përdjekur politik, mesatarja nga vendet që kishin origjinë nga pjesa ku banonin ndërdet grek ishin përqindje më të mëdha në burg se sa pjesa tjetër e Shqipërisë. Ishte Shkodra dhe minoritarët. Shkodra ishte në vend të parë katolikët, edhe në vend të dytë ishin minoritarët. Pra kishte një diskriminim, po u them jo personalisht. Përqindja e Mariotëve që ka bërë në burg për arsye politike shumë e madhe se mesatarja e shqiptarëve. Kjo bëj me qëllim apo ishin më kokfort dhe më të pa disiplinuar i Mariotët, gjelet për të parë. Unë do të them faktin. Me thënë drejtën, këtë për të parë dëgjoj që ka qenë përsekutuar pakica greke. Dhe për ta mbyllur këtë diskutimin, për të kaluar në jetën pasaj. Unë them, po të shikoni, kemi statistika dhe numrat, ka shoqata të ishte përdjekurve politikë dhe të ndërmuarve. Jo, ju po thoni që janë statistika. Do të thënë pakica kombëtare greke janë dënuar më shumë se sa shqiptarët. Më falni? Ju po thoni që pakicat greke janë dënuar më shumë se sa shqiptarët? Sigurisht po. Në Nart, në Imar, edhe në zonën e Vurgut, përqindja është më e madhe se mesatarja përveç katolikëve të Veriut. Po mirë pa, që përveç katolikëve të Veriut, zoti Beleri, se ata janë dënuar më shumë tani, si janë dënuar nga skrapari im tani, nga skrapari im shumë pak janë dënuar. Ata janë dënuar më shumë. Po pse Shqipëria janë Shkodra Imara, Narta e Vlorës? Jo, unë nuk e di këtë, dhe po më habit kjo që po thoni ju. Ju thoni e kam nga Institutit për Ndjekurve, thatë mos gaboj? Po. Nga Institutit për Ndjekurve. Unë do ta verifikoj këtë që mos flas kot, se po fona kot, s'kam, unë do ta verifikoj, sepse plus që i njoh edhe i kam miq ata, do ta verifikoj dhe do ta shkruaj këtë. Nëse është e vërtet, okay, po unë po befasojmë se nuk e dija.